Gjykata kushtetuese është një seksion i një organizate partije të PS-s, tha ish kryeministri i vendit Sali Berisha nga SPAK, ku ka detyrimin të paraqitet 2 herë në muaj. Sipas tij, vendimi ishte i vonuar. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Këto janë standardet partijake të gjykatës kushtetuese. Së dyti, gjykata kushtetuese në një vendim të kodur partijak shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Pra, nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhej shfuqizuar. Nga ana tjetër, ai komentoi kërkesën e mbrojtjes së tij në gjyq për të thirrur kryeministrin Edi Rama si dëshmitar për procesin e Partizanit. I ka bërë një dëm shtetit prej 320.000 eurosh Edi Rama. Unë uroj që gjykatësit ta thrasin në sallën e gjyqit dhe po të kenë guximin ta shpallin të pandehur në sallën e gjyqit, të shpallin atë që ai meriton. Megjithatë, me sa duket, lubia po e merr me vete. Sali Berisha dhe Jamarber Maltezi, dhëndri i tij, në bashkëpunim edhe me 2 biznesmenë e një notere, dyshohen se kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet se ka kryer edhe pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani. SPAK thotë se kjo vendimarrje i atribuohet Sali Berishës kur ishte kryeminist i vendit.